Nga takimi një pasqyrë rilindjes së qarkut të Elbasanit, në fushatën përmbyllëse, Rama tha se Librazhdi ku edhe prezantoi arritjet kyçe për sektorët më të rëndësishëm dhe sfidat e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian, se brenda mandatit të 4 qeverisës nuk do të ketë as një pension në 200 euro në Shqipëri. Është e domosdoshme që ne të bëjmë gjitha përpjekjet që çdo shqiptar, çdo shqiptare, çdo prind, çdo gjysh, çdo djalë, vajzë, çdo kush që ka të drejtën e votës, edhe pse akoma mund të jetë ngurrus, edhe pse mund të jetë krejt në anën tjetër, të bindet që në 11 maj duhet të bashkohet, sepse tani më shumica e shqiptarëve e din shumë mirë se çfarë do të bëjnë në 11 maj, shumica e shqiptarëve e din shumë mirë që vendi po shkon drejtim në dur, shumica e shqiptarëve e din shumë mirë që ekonomia po përmirësohet vijimësisht, do të jetë ende më mirë në vitet në vijim, shumica e shqiptarëve e din shumë mirë që e gjitha kjo ka ardhur nga mbështetja për Partinë Socialiste dhe të gjitha ato që presim dhe që duam do të vinë duke u mbështetur tek njëri tjetri me Partinë Socialiste. E kemi gjetur vendin me 3.300 euro për frym në vit, sot jemi në 10.324 euro dhe do të shkojmë në 15.000 euro në Shqipëri në 2030. Vazhdojmë. Këtu jemi tek borxhi, kemi gjetë një situatë shumë të rëndë, me shumë borxhe dhe një situatë të rrezikshme. Nuk ndodhi hataja dhe prandaj edhe askush nuk e mban kokën mbrapa, por unë po ju them që kur shqiptarët u bën bashkë për të na dhënë besimin dhe për t'i nxjerrë jashtë bufin me kënetën nga zyrat e shtetit në 2013, e kanë kapur Shqipërinë në momentin e fundit në buzë të humnerës dhe e kanë tërhequr duke e shpëtuar nga një tjetër kolaps si ai i piramidave. Borxhi ka qenë 70% zyrtarisht, por shumë më i lartë në fakt, me gjithë borxhin e fshehur që ne e gjetëm dhe e adresuam, dhe sot ne kemi ullë në 54%, që është brenda normës dhe që do të thotë se financat tona, do të thotë se ekonomia jonë janë mbi themelet sigurta. Kryeministri Rama, njëherë sekretari i Partisë Socialiste, bëri thirrje që në 11 maj çdo shqiptar t'i bashkohet Partisë Socialiste, pavarësisht bindjeve politike, për Shqipërinë në Bashkimin Evropian.